Partia Demokratike doli të njëjtën me një denoncim të ri për trenin bullgar, për të cilin thotë se u aplikua gjërësisht në Shqipëri. Në një konferencë për mediat, kryedemokrati Sali Berisha, në krah të kandidatëve fitues, Blendi Himçi dhe Tomora Lizoti, denoncoi se si në fshatin Pekish të Elbasanit, në lokalin e kryeplaku Dervish Beqiri, vëzhgues besnik i Partisë Socialiste, u gjetën sasi e konsiderueshme materialesh votimi. E kam pyetur, i ishin hapur në këtë tavolinë, dhe janë gjetur 10 fletë votimi dhe janë 117 fletë, siç e shikoni me vullat njoma, të vullosura nga Bashkia Elbasan dhe nga Bashkia Peqin dhe gjendja civile e asaj zone, bashkë me firmat përkatëse, ku pikërisht deklaron vetë me fjalët e tij që i ka marrë nga Bashkia, ndërsa për fletë e votimit pretendimin që ka është që ishin për të mësuar dorën banorët se ku duhet votoshin. Jo, to son për të verifikuar që Tre fletë votimi. Teksa ngriti pretendime për farsë elektorale, Berisha tha se përballë kësaj situate ka vetëm një zgjidhje, krijimi një qeverie teknike dhe zhvillimi i zgjedhjeve të reja. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krijimi një qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm ne kemi me qindra dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Berisha shtoi se kriminalet elektoral mbrohen nga kryeministri Edi Rama dhe SPAK, duke sulmuar kështu sërish institucionet e drejtësisë pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit.